Ndryshimet në thonjtë tuaj mund të tregojnë probleme serioze shëndetësore, reagoni në kohë. Ndryshimet në thonjë mund të tregojnë probleme serioze shëndetësore. Ngjyra, forma dhe struktura e thonjve shpesh pasqyrojnë gjendjen e organeve të brendshme dhe mund të jenë shenja e parë e sëmundjeve të tilla si artriti, psoriaza ose problemet me veshkat. Të gjitha ndryshimet, madje edhe ato që duken të padëmshme, duhet të regjistrohen dhe, nëse është e nevojshme, të kontrollohen nga një mjek, sepse thonjtë mund të pasqyrojnë gjendjen e të gjithë organizmin. Shenjat që mund të tregojnë sëmundje. Stresi, thonjtë, ashtu si flokët, mund të reagojnë ndaj stresit. Tendosja ose lodhja afatgjatë shpesh manifestohet me shfaqjen e vijave në thonjë. Nishanet dhe melanoma, ndryshimet në ngjyrën e thonjve, veçanërisht vijat kafe që shtrihen nga kutikula deri në majë të thojit, mund të jenë nishane benigne, por ndonjëherë ato mund të tregojnë një problem më serioz, siç është melanoma. Duhet të jeni veçanërisht të kujdesshëm nëse vija shfaqet vetëm në një thua. Artriti, në artrit, ciste të vogla mund të formohen rreth kutikulave. Ato zakonisht janë të padëmshme, por ndonjëherë nevojitet ndërhyrja mjekësore. Psoriaza, njerëzit me psoriazë të lëkurës mund të kenë gjithashtu ndryshime në thonjtë e tyre, duke përfshirë njolla të verdha të kuqe ose trashje, të cilat mund të jenë shenjë e një gjendjeje aktive të sëmundjes. Sëmundja e veshkave, thonjtë mund të zbulojnë problemet me veshkat përmes një sër ndryshimesh, nga thonjtë konkav, në formë luge, deri te vija të bardha ose kreshta të ashpra. Ndryshime si format konkave të thonjve mund të tregojnë gjithashtu anemi nga mungesa e hekurit. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.